Genti Kresniqi, shqiptari i konsideruar si boss droge në Kolumbi, është arrestuar nga autoritetet pas fiks 9 vitesh arreti. Media vendase El Tiempo shkruan se 62 vjeçari hyri në Kolumbi në vitin 2023 dhe qëndroi në Bogota dhe qytete të tjera periferike. Në vitin 2016, prokuroria e Milanos zbuloi se një apartament luksoz përdorej nga një çift, një grua e re italiane dhe një burr shqiptar për të fshirur ngarkesat e heroinës që vinin nga Tirana. Edhe pse të dy u kapën, burri arriti të largohej nga Italia duke u arratisur, që atëherë ai është kërkuar nga Interpoli, i cili janarin e vitit kaluar njoftoi homologët e tij në Kolumbi. Raportohet se në Shqipëri ndaj tij nuk ka asnjë akuzë. Edhe pse kishte informacione se shqiptari ishte zhvendosur në Amerikën e Jugut, në Milano, ishte një surprizë që ai ishte gjetur 8900 kilometra larg në qytetin e ftohtë të Tunjës. Zyrtarët kolumbianë të emigracionit e identifikuan menjëherë atë dhe nisën një operacion për ta kapur. Në Boyacá ai u prezantua si turist i huaj, por El Tiempo e gjeti emrin e tij në të dhënat e gjykatës që e identifikonin atë si antar të një rrjeti trafikimi droge që përdorte prostituta për t'i transportuar ato nëpër Europë. Nuk dihet shumë për partneren e tij, Irma Veruari, por e konfirmuar është se i ndaluari është Gent Kresniqi, 62 vjeç. Udhëtimi i tij në Tunja ndodhi sepse pasaporta e tij sapo kishte skaduar dhe ai besonte se në një qytet të vogël nuk do të merrte njoftimin e kuq të Interpolit, tha një burim gjyqësor për Median. Aktivitetet e tij në Kolumbi po hetohen, të cilat dyshohet se lidhen me trafikun e drogës. Në fakt ka edhe një hetim se kush e mbrojti atë në Kolumbi dhe si arriti të hynte në vend. Gent Kresniqi po mbahet në paraburgim në pritje të kërkesës për ekstradim nga Milano.